Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. A e mbani mend Gül Sereni në fate të kryqëzuara? Vjen lajme bombë për të. Aktoria e njohur turke Nurgul Yeşilçay, e cila mori famë të madhe me rolin e Gül Serenit në serialin Fate të kryqëzuara, po përgatitet të rikthehet para shikuesve me një serial të ri. Nëpër media turke raportohet se aktoria 45 vjeçare, e cila bëri një pauzë të gjatë pas përfundimit të serialit Sultanesha Kosem, do të rikthehet në sezonin e ri me serialin Gülperi. Sipas raportimeve të fundit, ajo do të paguhet rreth 150.000 lira turke, që i bie mbi $30.000 për çdo seri. Përkrahas saj, si aktor i dytë kryesor në serial, do të luajë Timuçin Esen, i cili do të përfitojë rreth 50.000 lira për çdo seri. Yeşilçay do të luajë rolin e Gülperis, ndërsa Esen rolin e Kadirit, dashurisë së viteve të rinisë së Gülperis. Skenari i serialit të ri është marrë përsipër nga Eylem Kan Polat dhe Sema Ergenkan, puna e të cilëve është pëlqyer së tepërmi në serialin Diamante dhe Dashuri. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin Metropol. Gjithashtu, klikoni zilen për të marrë çdo informacion.